Pas më shumë se 3 dekadash në kushte amortizuar dhe problemet e përsëritura me ujin që depërtonte në oborre dhe banesa, rruga Rozalej në Shkodër po merr më në fund pamjen që meriton. Jam një prej banorëve të lagjes Mark Lula. Unë kam lënë këtë lagje, qysh se jam ba me majt men, këtë lagje e majmen me gropa, me ujë. Si makesh, falenderojmë shumë Bashkinë Shkodër. Unë jam kësaj banori, kësaj lagje, për 33 viteve, do të jam shumë i sakt, dhe shof të mujt e funit një vlerësim, një interesim prej bashkisë për të siguruar paka shumë me mundësi që shikojnë bashkisë kushtet për infrastrukturën rrugore. Si ka kënë, besoj, mund të keni balën kronika tjera që mund të keni realizuar, dhe momentalisht ka kënë jashtë zakonisht kësë. Na kem pas një fat malësis në karo në ismunje, për i banjave, për i tënave, si për tokës, o kënë mush ky vend. Ta është 30 e sa vjetës në karo kush mrapa. Në këtë zonë ka nisur punimet për rekonstruksionin e plotë të rrugës dhe degëzimin të saj, një projekt që përfshin ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve, asfaltimin dhe ndriçimin e mbi 1.6 km rrugësh të brendshme. Projekti bashkëfinancuar nga Bashkia e Shkodër dhe Qeveria Shqiptare konsiderohet nga banorët si një nga ndërhyrjet më të rëndësishme për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe infrastrukturës në lagjen Mark Lula.